Paramendoni jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të bekuar, davetin e tij, sakrificën e tij, në fund të jetës së tij. Dëgjoj mirë me çfarë emaneti pejgamberi alaihi salatu wasalam po e përfundon, çfarë porosie të fundit po ja jep ummetit të tij. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam në fund të jetës së tij, kur ishte i smur shumë, edhe nuk kishte mundësi me dalë për namaz në ditën e vdekjes së tij madje, kur ishte ditë e hënë, namazin e sabahit, pejgamberi alaihi salatu wasalam po e tërheq, po e largon perdën, edhe po i shef sahabët të rreshtuar në safa, të unifikuar pas Ebu Bekr Siddiqut, i cili e udhëhiqte namazin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam buzëqeshi dhe qeshi kur i pa në këtë gjendje, kur e pa ummetin e tij të rreshtuar, duke zbatuar urdhrin më të madh të Allahut pas shahadetit në namaz, në veprën më të rëndësishme. Pejgamberi alayhi salatu wasalam buzëqeshte. Edhe në atë ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam vdiq. Veç ky fakt tregon për pozitën e namazit. Edhe diçka që është edhe më thellë se kjo, që është një dëshmi më e madhe edhe se kjo, ku është në mënyrë decisive nga vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që ka transmetuar Ali radhiyallahu anhu, dhe ky hadith është në Musnedin e Imam Ahmedit dhe është hadith autentik, ku pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, si tregon Ali radhiyallahu anhu, fjalët e fundit të pejgamberit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishin namazi, keni frikë Allahun në raport me të dhe me atë që kanë në pronësi të djathtë tuaja. Subhanallah. Madje edhe një dëshmi edhe më konkrete në raport me porosinë e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, raport me emanetin e fundit, dhe ajo që vjen në emanet, në testament, është vetëm ajo që është më e rëndësishmja, që nuk krahasohet me të asgjë, që selektohet dhe zgjedhet në raport me të gjitha veprat tjera. Dëgjoni çka transmeton Enesi radhiyallahu anhu, i cili thotë: këshilla kryesore e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i erdhi vdekja, duke dhënë shpirtin e tij, subhanallah, duke dhënë shpirtin. A dini se cila ishte vepra që ka zgjedhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje të fundit? Ai tha namazi. Çiko, namazi. Namazin e ka zgjedhur pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe vetëm kjo fjalë duhet të këndell zemrën e besimtarit, që të kthehet ja jope besën Allahut azza wa jall, që ta falë namazin për shkak të rëndësisë që po e shohmi, tha namazi dhe ajo që posedojnë të djathtët tuaja. Këtu e ka përmend një herë namazin në hadithin tash tjetër, transmetimin tjetër, që ka përmend Ummu Seleme, nëna e besimtarve. Ummu Seleme ka thonë kështu: këshilla kryesore e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në momentet e vdekjes ishte as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Namazi dhe ajo që posedojnë të djathtët tuaja. Pra, namazi, vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, është selektuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këto momentet e fundit, si emanet të fundit, si porosi të fundit për ummetin e tij. Çka? Namazi. Subhanallah. Me të vërtetë kjo tregon për madhështinë e këtij adhurimi. Edhe pa asnjë dyshim, kjo ishte porosia më madhore, dhe pa asnjë dyshim, kjo ishte vepra më e dashur tek Allahu azza wa jall, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam kur u pyet një herë nga Abdullah ibn Mas'udi, cila është vepra më e dashur tek Allahu azza wa jall, pejgamberi alayhi salatu wasalam çka tha? As-salatu ala waqtiha, namazi në kohën e tij. Subhanallah. Sa vepra ekzistojnë të mira, por prej krejt veprave, prej krejt adhurimeve, pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka zgjedh namazin. Prandaj, nëse nuk e fal namazin, filloja namazit, sepse me të vërtet është adhurimi më i mirë tek Allahu azza wa jall, që e don Allahu më shumti, veprat që e don Allahu më shumti, edhe obligimi më madhor pas besimit te Allahu xhalla xhelalu. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح.